Pse mushkrit e grave kanë më shumë gjasa që të humbin funksionin e tyre ose të dëmtohen më shumë se mushkrit e burrave. Krejt kjo ndodh sepse gratë kalojnë shumë kohë duke pastruar shtëpitë. Të gjithë i admirojmë shtëpitë e pastra. I lavdrojmë ata të cilat i mbajnë pastër shtëpi, po kur nuk kemi menduar se sa e rrezikojnë shëndetin njerëzit duke pastruar, veçmas nëse përdorin preparate të shumta të cilat lirojnë kimikate. Studimet shkencore tregojnë që gratë të cilat pastrojnë shpesh kanë më shumë tendencë që të sëmurën nga mushkrit sesa gratë që pastrojnë zakonshëm. Kjo ndodh sepse preparatet me cilat pastrojmë lirojnë kimikate drejt për drejt futen në mushkrit tona edhe i dëmtojnë ato. Një studim 20 vjeçar publikoi rezultate të cilat erdhën në përfundim se gratë të cilat pastronin në vazhdimsi kishin rënje të funksionit të mushkrive gati në formë të njëjtë me gratë të cilat konsumonin gjithmonë duhan. Mos harrojmë se edhe aromatizuesit e mirë, të cilët i dojmë shumë sepse i ofrojnë erë të këndshme shtëpisë, janë shumë të dëmshëm për mushkrit. Dikush mundet me më thonë, e çka me bë tash mos me pastru heqa? Jo, me pastru, edhe ato fort bile. Po për mos me përdor për shembull aromatizues, ta ajrosim sa më shpesh shtëpinë. Ndërsa kur duhet me pastru pluhurin nga shtëpia, ta përdorim ujin e ngrohtë edhe lecka të ndryshme. Në raste caktuara mund të përdorim edhe sodë bikarbonat me uthull. Prandaj, nëse doni me i rujt mushkritë tua e mos me tu plak shpesh, e kjo kimikateve. E nëse veç duhet me i përdor patjetër, atëherë të paktën vendose maskën edhe ruaje shëndetin.